E përmendë shkollimin jashtë vendit, po çka të motivoi të kthehesh në vendin tonë? Pyetje që shumë kush ma bën gjatë jetës, edhe ma ende sot mas 20 e sa vite ma bojnë. Sinqerisht ka qenë tjetër vullnet në atë kohë. Do të thotë ka qenë periudha 2003-2005 kur jam kthy prej specializimit. Kushtet e punës, ambienti, gjitha kanë qenë më mirë këtu. Edhe ka qenë edhe amaneti për zgjalli në nësime. Aja nuk ka dashur absolut që unë të mbes atje. Unë kom mendu që ka me apliku shkollën e atjejt komplet këtu, por nuk kom mujt, për shkak shumë rrethonave. Dhe në moment kur profesori më ka përshëndet, më ka thonë që ti nuk do të kthehesh këtu më, se thatë po t'jep, i thash ama 1 muj afat se të mendona, tha jo po t'jep 3 muj, po ti nuk do të kthehesh, edhe në fund përshëndetja e tij ka qenë që gjithmonë më kujtohet derisa të vdes, mos u mundo shumë me apliku krejt çka ke bo këtu, se nuk do të mundesh atje. Por të paktën mundohu të bëhesh mësues i mirë për gjeneratat e ardhshme. Edhe atë amanet për zgjalli, tash është plaka në pension, e kam edhe e maj vazhdimisht, mundohem që krejt atë dije profesionale, akademike, e përvoj ta shkëmbej me gjeneratat e reja në mënyrë që kësisoj qëllimi i një pedagogu të mirë, unë jam edhe profesor në universiteti edhe këtu, edhe në Francë, qëllimi është që dijen që e ka me përvoj, ta ndaj, ta shpërndaj të gjeneratat më të reja, sepse qëllimi im është që ai që vjen pas meje të jetë spaku njëherë më i mirë se unë. Po si qëndrojmë ne, le të themi, përka trajtimi i sëmundjeve të venave? Patologjinë venoze e trajtojmë mirë. Madje ma kujtove një rast mu ato operacionit e venave gjatë kohës specializimit mu dukshin shumë të leta, se variqe venoze shumë të leta. Na operojmë variqe venoze që realisht njeriu kur i shef në pamje të parë, tjetër është që ne jemi mjek, jemi mësu, por me i pa një njeri zakon shumë start, shiqimi i parë frigohet. Të vene enorme. Në terminologjinë mjekësore i thojmë na variqes per magna et enorma. Do më honë shumë të mëdha dhe enorme, shumë të numër, që është shumë problem. Ata nuk e kanë këtë përvojë, për shembull. Sinqerisht nuk e kanë këtë përvojë sepse nuk kanë pa. Bile më kujtohet, e përmendi nga njëherë, ata kolegë specializantë të asoj moshe atëherë, i këshin thonë profesorit, i ka marrë dhe foto dikun, ishin foto originale tona, të që i këshumë operu në Prishtinë, i ka marrë në internet edhe po na tregon që qështu na i operojmë venat. E profesori i moshës ka unë po, atje në Ballkan janë qështu popullata, sepse zakonisht të na vinë në stadet pothuajse terminale të fundit, që ka numër të konsiderueshëm me ulqera venoze. Do thotë populli thotë ulqel koma varr, bo varr. Ajo është stadi terminal, që shkon mirë, po jo kur është një thonje kështu mjekësore, që edhe pas operimit, edhe konservative, edhe operative, dhe gjitha metodat tjera, aja kom më kur nuk bëhet si tjetra.